A ka ndonjë mundësi që ti të shkosh me BD? Unë as që kështu të them as që e kam mendu, edhe pse jam bisedu këto biseda në për ato kanale të komunikimit, ne do ta shohim se shihni, mua më intereson mbi të gjitha mirëqenia e qeverisë. Qeveria të jetë funksionojë si duhet. Mandej e shoh si perceptohet vleni në atë qeveri. Edhe këtë e kam shumë me rëndësi sepse ne jemi aty brenda në atë qeveri dhe si koalicion vlen, dhe mandej percepcioni i aleancës për shqiptarët. Unë nuk mundem të them se nuk më intereson as pak aleanca për shqiptarët, edhe pse jemi pjesë e koalicionit të vlen, dhe si do të duket aleanca për shqiptarët në nëntor të vitit 2025, kur të mbarojnë zgjedhjet lokale, dhe patjetër që si kryetar partie kam obligim që ta nxjerr aleancën për shqiptarët me rezultat sa më mirë të mundshëm, normalisht para se gjithash vlenin, po pastaj edhe aleancën për shqiptarët. Nëse nuk gjejmë një dakordsi me vlenin, unë mendoj se opsioni i dytë që ne duhet ta mendojmë është opsioni edhe për dalë vetë.